të shtigje ato shëndetore, edhe me i lidh me një lice pasqyrë, lice akumulues i tipit Mitrovicës, është pak më i madh, për shkak se e lejon gjeografia në Gjakov, i tipit Mitrovica me Ibrin që e ka bo. Kështu që është një koncept kretiri, nuk ka ekzistuar më përpara, edhe nuk o po. Kjo është kapitulli 1. Kapitulli i dytë janë kanalizimet në përfshatra. Tani, e di që është kontraverze, edhe shumë njerëz më kanë pyet në vitin 2025 pse po flet për kanalizime, ama unë duhet me ju tregu edhe bashkëqytetarëve të mi, po dhe gjithë qytetarëve të Kosovës, që Kosova ka dalë shumë keq. Fshatrat i kemi pas në Lloç. Gati 600 km rrugë në për fshatra janë shtru, me shifra, vetëm për 8 vitet e fundit. Nuk i kem shtru në për male, i kem shtru aty ku jetojnë bashkëqytetarët tonë, kanë qenë në Lloç. Çka i bie kjo nuk i kemi shtru në për male? Po se dikush thot ku po i gjeni ato rrugë, po i çojmë rrugë ku jetojnë njerëzit, tun me dalë në rrugë të shtrume, në shekullin 21, vitin 2025. Tjetra është, i kemi gjetë 27 fshatra pa ujë pijes. Jemi duhet me i bo. Sot e kemi veç Gërçinën në prokurim me këru Gjakova, edhe Gjakova ka me qenë komuna e vetme jo vetëm në Kosovë, që e ka çdo familje me ujë pijes, ka qëndosht me e kry. Ose i kemi gjetë 27 shkolla me stufa me dru, prej 52 objekteve sa i kemi në komunë, 27 janë ngrohë me stufa, sot nuk është asnjë. Do të shumë punë janë bo, po nisja e Kosovës, jo vetëm e Gjakovës, ka qenë e ulët edhe tash kemi mri të kanalizimet, edhe po e përmbyllim me 3 fjali kapitullin e 2 të kanalizimet. Shumica e bashkëqytetarëve tonë në përfshatra i kanë heq kanalizimet prej shtëpive të veta, se janë detyru me heq, ama nuk kanë pas ku me i shkarku. Një pjesë shkarkohen në për lumej, ata që kanë lumej ose procka ofër, ka raste që shkarkohen në për toka, se nuk kanë në për ara, s'kanë ku me i shkarku. Kapitulli tjetër është që në 4 vitet që vinë dojmë me investu 15 milion euro për me i trajtu ujnat e zeza. E kemi bo kalkulimin, parafërsisht 15 milion na kushton, për me i vënu biodisqet ose pajisjet tjera për trajtim edhe me i trajtu ujnat. Edhe kemi me i trajtu, kjo është premtimi im kryesor. Prap, kër e krymë këtë projekt, Gjakova ka me qenë komuna e vetme jo vetëm në Kosovë, po shumë ma gjënë që i trajton ujnat e zeza plotësisht. Kapitulli 3 është... Komuna vetme do të bëhet që i trajton plotësisht? Po, absolutisht. Nuk besoj që një komunë tjetër e ka në plan me e bo një gjotë tillë. Nuk kom dëgjut pakte në Kosovë jo, po ju tregoj as në vendet e rajonit, për jashtokracinë. Nuk ka. Mënyrën si po flisni ju po thoni në Kosovë më konkurrencë nuk po shoh, duhet dalë kështu edhe jashtë Kosovës. Po ju tregoj që vetëm shihni shifrat edhe faktet. Ma gjeni një komunë në Kosovë që i ka të gjitha familjet me ujtë pijes të sistemit, jo me puse. Letëm tregojnë, a ka komunë tillë në Kosovë, tu e përfshi Prishtinën. Po i sfidoni edhe qytetarët që po na shikojnë, dikush më lajmërohet. Për nërë po, që po ju them edhe njëherë, let lajmërohen, a ka Prishtinat gjitha fshatrat me ujtë pijes, e di që si ka, a i ka Prizreni, e di që nuk i ka, për komunat më dha po flas, letëm tregojnë cila komunë i ka të gjitha familjet në ujtë pijes. Unë thash, Gërçina na ka met, mundet me pas met ndonjë lagje pa u lidh me primarin, amo uji ka shku në çdo fshat. Edhe po ju tregoj që asë në Shqipëri nuk i kanë. Po ju tregoj që asë Maqedoni nuk i kanë. Nuk i kanë, se e di që nuk i kanë. Po kaloj të përfundimi. Pastaj ka veç Uniko që është vesni katon. Jëm të folë në televizion shumë të shikuar, live, edhe po e di që më flas. Nëse dikush më sfidon unë gëzohna. Nëse dikush thot kjo komuni ka kret, nuk më vje keq, më vje mirë, më thunë fundit, se e du Kosovën. Duhet me u trajtu ujnat edhe prap kemi qenë në atë nivel. Në qytet e kemi impjantin që punën, kur përfundojnë kolektorët e Llukacit edhe të Krenës, veç janë kry, komplet. Kapitulli 3 është transporti publik edhe mobilitetit, cilin e kemi mongut. Transporti publik ka me qenë transformativ komplet, nuk ka me pas autobus ndër urban, po dojmë ju thonë gjithve urban, edhe prej fshatrave, me pas lidhjet urbane, edhe me pas normal transport falas për nxënësit. Do të shpeshtohen oraret, do të jetë më tepër. Absolutisht, të rregullt. Sot do që t'jetë nevoja, do t'i blejmë autobus, edhe për ato kemi buxhet, do t'ja kalojmë ndërmarrjes jonë publike që është stacioni autobusve. Falas do t'jetë për pensionist, për nxënës shkollave fillore, nxënës shkollave të mesme, për invalid të luftës, për persona me aftësi të kufizume, sepse na sot i shpenzojmë
Gjakova sot shpenzon mas shumë në Kosovë për transport në zonësve. Ma shumë se Prishtina, ma shumë se Prizreni. Për shkak se kemi teritorin të hapë, i kemi 88 fshatra, edhe këtë komunën e kemi rjetë. Edhe kapitulli i fundit është qyteti i mençur, prej kapitujve kryesor, do të kalojmë të pjesa qytetit mençur, prej vitit 2019 kemi nisë, mirë po tash do të hymë realisht në këtë proces, kemi bisedu me shumë njerëz që janë tepër entuziast, ka shumë bashkëtetarë tonë cilë të udhëheqin kompani serioze të IT-s, të ICT-s, cilë të janë gatshëm me u involvu, kemi bisedu dhe ma herët. Të më tonë veç i kemi bo hapat e parë, në 4 vitet që vinë do të implementohet. Te prakticiteti për qytetarë tonë, që nënkupton shembull të marrim për një pensionist qyteti i mençur, nënkupton shumë, po e jap një shembull. Kushdo që ka dalë jashtë e din që është Uber. Uber e ka një karakteristikë që e din ku është vetura që vjen me të marrë. Përmes një aplikacionit Gjakovës kanë me ditë ku është ai autobusi që ka me i marrë pa pagesë. Nuk ka nevojë me dalë 20 minuta përpara me prit në stacion, ose në shi, ose në dielli, ose në borë, mirë po e din kur po i vjen. Një prej tyne, po ka shumë prakticitet. Të është duke pritur zoti Bala edhe do bëjmë ra. E përmend fillim në investimet